Policia e shtetit ka hapur aplikimet për pranimin në funksionet e rolit zbatues patrulle përgjithshme me 300 vende të lira për të rinj dhe të reja që dëshirojnë të bashkohen strukturave të policisë së shtetit. Lajmin e bëri të ditur Ministri i Punëve të Brendshme Besfor Lamallari përmes një postimi në rrjetet sociale ku fton të rinj të aplikojnë për të bërë pjesë e uniformës së policisë së shtetit. Sipas Lamallarit, procesi i konkurimit do të udhëhiqet nga parimet e meritës, shanseve të barabarta dhe transparencës dhe integritetit. Për të rinjt që duan të jenë pjesë e një Shqipërie europiane, moderne dhe të sigurt. Uniforma është një mundësi për të kontribuar me dinjitet, profesionalizëm dhe përgjegjësi, shpreh ai. Aplikimet do të jenë të hapura nga data 17 gusht deri me 18 shtator 2026. Lamallari thekson se Shqipëria ka nevojë për njerëz që zgjedhin të shërbejnë me uniformë, duke kontribuar për rendin dhe sigurinë si parakusht për zhvillimin e vendit. Të interesuarit mund të njihen me kriteret dhe procedurat e aplikimit në faqen zyrtare të policisë së shtetit.